Kemi kaluar në rubrikën intervista e ditës, jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me djalin e njërit nga personat që kanë ndruar jetë para disa ditësh në autostradën Thuman Kashar. Ngjarja është mbajtur e fshehur nga policia dhe deri më tani nuk janë dhënë detaje. Vetë djali i viktimës ka marrë përsipër të dalë në një intervistë, por neve po i vendosim për arsye sigurie mbulimin e fytyrës. Unë të falenderoj që ti pranove të bësh këtë intervistë me ne. Faleminderit nga ju. Okej, na thuaj më në detaje si e morët vesh ngjarjen dhe çfarë ndodhi, çfarë ka ndodhur me hetimet? Atëherë, me datë 3 që ndodhi aksidenti, më mori një kushirim kështu kanë plas në makinë, pa i kishte ndru jetë, po thush se në vend besojmë, si që më thonë në telefon, se çfarë nuk e di, po. Kemi folë me policinë, me shtetin, ato thonë, po merrim atë punë, dhe me thonë, që ta gjem personin, që personi ka ikë. Ka e kupton? Që të vrasin në 12 ditës, sot në 2025 në Shqipëri, se di, edhe më sta gje shteti, nga Laçi, nga Kashar, nuk do të ketë një kamer. Këtë kërkojmë ne, që dalë tjetër, se ne s'po kërkojmë as me evra, as i gjanë, thjesht dalë na sqaroj si nolli, a e kupton? Se jemi njerëz, ta le tjetrin në autostradë të vdekur e tij, është gjë në paktën të sqarohet tjetri, se në aksident na ndodh gjithëve, edhe mua si jam shofer vetë, mund të më ndodh nesër. Po jo që duket tjetri personit e mos dihet se kush e ka gjatë as i gjatë. Po, Recep Tamizi quhet, që ka ndodhur në Thuman me datën 3 mars të 2025-s. A keni ju informaciona, janë hapur kamerat e sigurisë? A ka kamera në këtë rrugë? Këtë kamera, në fund besoj që do ketë nga Laçi në Kashar. Policia thotë që po bëjmë ato kërkimet tona, po të bo 10 ditë, asi 12-11 ditë, sa bo që asi lloj përgjigje, asi gjanë s'ka dalë, s'dim gjanë akoma. Ju në të njëjtën kohë, përveç se po i bëni thirrje institucioneve që të përshpejtojnë punimet e tyre dhe të zbardhin ngjarjen se çfarë ka ndodhur për të çuar përpara drejtësisë autorin, ju i bëni thirrje edhe vetë personit që ka bërë aksidentin që e ka shkaktuar. Po, unë po i bëj thirrje edhe personit që ka shkaktuar këtë ngjarje. Jemi gjithë shoferën, mund të ndodh mu dikuj, ti lutem, as më lutisht do të vi si burrat, çoj fjalë, se ne kena si zakon, se nuk po e vret njëri dhe s'po kërkojmë të vrasim njëri, se aksident në ndodh gjithëve. Të paktën me njerëzillik të vjerë të paraqiten ke shtëpia se si ka ndodhur ngjarja. Kjo është e gjitha se